Kur unë kam hyrë në atë zyrë, kam thënë që zyra është e imja, pushteti është juaj. Dhe nuk kam premtuar që s'do bëj gabime, as që nuk do bëjmë gabime, po kam premtuar vetëm një gjë, që nuk do ju tradhtoj kurrë. Nuk është vendi këtu për t'ja u shpjeguar gjitha arsyet e këtij premtimi. Po këtu është vendi tani për t'ju treguar se si ju kanë manipuluar, se si ju kanë tërhequr, duke shfrytzuar pikërisht adetarin, dëshirën për të pasur një vend të bukur, një vend të pastër, një mjedis të mbrojtur, një vend sovran e tjerë, dhe si ju kanë kthyer në pjesë të një kurthi që i ngrihet kësaj partie dhe mua personalisht prej ditës parë, por që këtu në këtë rast është një kurth për të ardhmen e Shqipërisë.